Pas kërkimeve intenzive 2 ditore dje rreth orës 14 në ujërat e liqenit të Mavrovës, 2-3 kilometra larg Bunecit në drejtim të Leonovës, është gjetur trupi i pajet i 66 vjeçarit nga Turqia me inicialet BS nga Stambolli. Me urdhër të prokurorit do të bëhet autopsi e trupit të shtetasit turk dhe më pas do të sillen përfundimet e sakta se kush mund të ketë qenë arsyet e mbijetjes së 66 vjeçarit nga Turqia. Pas kërkimeve intenzive 2 ditore dje rreth orës 14 në ujërat e liqenit të Mavrovës, 3 kilometra larg Bunecit në drejtim të Lenovës, është gjetur trupi i pajet i 66 vjeçarit nga Turqia me iniciale BS nga Stambolli. I ndjeri vetëm 2 ditë më parë, duke notuar në drejtim të bregut të kundërt, është humbur nga sipërfaqja e ujit dhe nga ai moment nuk është parë më asnjë gjurmë nga ai, njoftojnë nga stacioni policor në Gostivar. 10 metre larg bregut, në thellësi prej 7 metrash, trupin e kanë gjetur pjesëtarët e një klubi për zhytje nga Shkupi, të cilët në ndërkohë kanë qenë të angazhuar edhe nga familjarët e tij. Më vonë, trupi i pajet është tërhequr nga uji dhe është bërë inspektimi të rëndësishëm në prani të prokurorit publik dhe ekipit të stacionit policor në Gostivar. Me urdhër të prokurorit, gjithashtu do të bëhet edhe autopsi i trupit të shtetasit turk, i cili me prejardhje ka qenë nga Shkupi. Më pas do të sillen përfundimet e sakta se kush mund të kenë qenë arsyet e mbytyjes së 66 vjeçarit nga Turqia.